Dita sot ka nisur me shi, që është e drejta, besoj që gjithë e kemi vënë re dhe kemi ndjerë, kur zgjohet herët e ka parë tashmë, ka nxjerrë çadrën për t'ikur në destinacionin e tij. Megjithatë, me sa duket, shiu në kryeqytet do të vijojë, por do të ketë edhe disa momente për diell për ata që duan edhe diellin, se ndryshe nuk ja bëjnë dot. Shohim se temperaturat ditën e sotme do të arrijnë nga 17 gradë në 24 gradë Celsius në Tiranë dhe nesër nga 12 gradë që do t'jetë temperatura minimale, në 21 gradë Celsius ajo maksimale. Vijojmë me qytetin bregdetar të Durrësit, ta shohim së bashku për ata që kanë plane për në Durrës këtë fundjavë, nëse do jenë sadopak të favorizuar. E shohim që dita sot është me rreshje shiu, temperaturat do të shkojnë nga 15 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius temperatura maksimale dhe nesër largohen rreshtet e shiut, por do të ketë vranësira. Temperaturat do të shkojnë nga 18 gradë minimale në 22 gradë Celsius temperatura maksimale. Do të zhvendosemi në qytetin e Radhës tashmë. Ju e dini, Radhës është Elbasani, aty ku sot edhe nesër kemi rreshje shiu intensive. Mos e ndani çadrën, nuk do t'ju favorizoj fort shiu për të realizuar gjitha planet që keni në ambient të hapur në fundjavën e kësaj jave. Megjithatë, ju mos u ndikoni edhe mos u përfshini emocionalisht me rreshtet e shiut, mos e bëni këtë gabimin që bëj unë shpeshherë. Temperaturat shkojnë nga 12 gradë Celsius në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius ajo maksimale ditën e sotme dhe nesër do të vijojnë kështu nga 14 gradë Celsius temperatura minimale, për gjithë ata miq që zgjohen herët edhe do të ndjejnë këto temperatura dhe ajo maksimale do të arrijë në 23 gradë Celsius. Mëtej do të zhvendosemi në qytetin e Fierit për të parë së bashku se si do të jenë kushtet e motit edhe nëse edhe këtu qytetarët do t'jenë sadopak të favorizuar. Shohim që dita sot është me shi, po edhe me kthjellime. Kështu që mbase është mirë të shohim një plan të detajuar të motit në mënyrë që të dim kur është momenti që të dalim nga shtëpia, sepse do të ketë edhe pauza të këtij shiu për momente dielli. Temperaturat shkojnë nga 13 gradë Celsius në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius temperatura maksimale dhe nesër largohen rreshtet, por mbeten vranësirat. Temperaturat shkojnë nga 16 gradë në orët e para të ditës në 24 gradë Celsius temperatura maksimale që do të regjistrohet në këtë qytet. Sa ka që jemi në qytetin e Beratit, aty ku jemi në qytetin e Beratit, përfundojmë me Fierin, shkojmë për të parë nëse në këtë qytet turistik të Shqipërisë do t'jenë temperaturat favorshme për qytetarët. Shohim që dita sot është me rreshje shiu, por do të ketë edhe kthjellime. Temperaturat shkojnë nga 13 gradë Celsius në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius temperatura maksimale dhe nesër do të vijojnë vranësirat, por largohen lajmi i mirë që largohen rreshtet. Shohim që temperaturat shkojnë nga 16 gradë në 24 gradë Celsius ajo maksimale, kështu që temperaturat vazhdojnë të jenë të qëndrueshme. Sa kaq vijojmë me qytetin e Radhës, nga Berati do të ndalemi në një tjetër qytet të Shqipërisë për të përcjellë së bashku kushtet e motit. Jemi konkretisht në qytetin e Korçës, aty ku sot dita është me rreshje intensive dhe temperatura që shkojnë nga 8 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius temperatura maksimale dhe nesër do të largohen rreshtet e shiut, do të vijojnë vranësirat, por do të ketë edhe kthjellime për gjatë ditës, do të shkojnë temperaturat nga 11 gradë në orët e para të ditës në 19 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrojë termometri në qytetin e Korçës përgjithsisht për gjatë orareve të mesditës. Vijojmë tashmë me një tjetër qytet të Shqipërisë, jemi në Vlorë. Vlora sot dhe nesër ka kthjellime dhe vranësira. Një moti alternuar mes të dyjave, temperaturat ditën e sotme shkojnë nga 14 gradë Celsius në 23 gradë Celsius dhe nesër nga 18 gradë në orët e para të ditës në 24 gradë Celsius temperatura maksimale. Shohim që ka një përmirësim të temperaturave nga sot nesër, kështu që leti shijoni gjithë ju që keni bërë plane për në këtë qytet, apo për gjithë ju që banoni edhe jetoni çdo ditë aty. Zhvendosemi në qytetin e Radhës tashmë. Jemi në Gjirokastër. Edhe Gjirokastra ka rreshje shiu intensive ditën e sotme. Temperatura do të shkojnë nga 12 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius ajo maksimale dhe nesër largohen shirat, por vijojnë vranësirat për gjatë ditës. Megjithatë ka edhe kthjellime. Temperaturat, nëse flasim për Gjirokastrën, do të shkojnë nga 14 gradë Celsius ditën e nesërme në orët e para të ditës dhe do të arrijnë temperaturën maksimale në 22 gradë Celsius. Pra, siç po e vërejmë edhe nga grafiku,
kemi një përmirësim të temperaturave, edhe një përmirësim të motit, por megjithatë ajo çfarë vihet më shumë re është rritja e temperaturës minimale dhe maksimale ditën e nesërme në raport me sot. Do të zhvendosemi tashmë në Sarandë, është qyteti i radhës që do të shohim aty ku në fakt sot dhe nesër ka rreshtje shiu, por nesër ndryshe nga sot do të ketë edhe kthjellime përgjatë ditës dhe ka edhe një përmirësim të temperaturave ku ditën e sotme, nga 14 gradë Celsius në orët e pare të ditës do të shkoj 18 gradë Celsius temperatura maksimale dhe nesër do të vijojnë të tilla temperaturat nga 17 gradë në orët e para të ditës, që regjistrohen temperatura minimale në 21 gradë Celsius, ajo më e larta që do të arrihet përgjatë orareve të mesditës në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Për të vijuar tashmë me qytetin e Radhës, do ndalemi në Tropoj. Tropoja sot dhe nesër përfshihet nga rreshtje intensive shiu, megjithatë temperaturat janë të qëndrueshme, dukshëm ditën e nesërme kemi një përmirësim të temperaturave, sot do të shkojnë nga 11 gradë minimalja në 17 gradë Celsius ajo maksimale dhe nesër nga 14 gradë temperatura më e ulët që regjistrohet në orët e para të ditës në Tropoj, në 19 gradë Celsius temperatura më e lartë që regjistron termometri në këtë qytet të Shqipërisë. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë, jemi në Puk, vijojmë si në Tropoj po njësoj. Sot edhe nesër ka rreshtje shiu. Me temperatura që ditën e sotme arrin nga 11 gradë Celsius në 15 gradë Celsius maksimalja dhe nesër nga 12 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius temperatura maksimale. Ndonë se jo shumë e ndjeshme, kemi sërish një përmirësim të temperaturave, megjithatë shiu do të vijojë përgjatë të 2 ditëve, sot dhe nesër. Zhvendosemi në qytetin e Radhës tashmë, jemi në Kukës. Në Kukës sot kemi rreshtje intensive dhe temperatura që shkojnë nga 10 gradë në orët e para të mëngjesit, në 17 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet përgjatë orareve të mesditës dhe sa kaq ditën e nesërme do të kemi një përmirësim të kushteve të motit dhe rrjedhimisht edhe të temperaturave. Vijojnë vranësirat, por do të ketë edhe kthjellime përgjatë ditës, pra flasim për një mot alternuar mes të dyjave. Temperaturat nisin me 14 gradë Celsius në orët e para të ditës dhe arrin maksimumin e tyre në 22 gradë Celsius. Pra temperatura më e lartë që shënon termometrin nesër në Kukës është 22 gradë Celsius. Shkojmë tashmë në një tjetër qytet të Shqipërisë, jemi në Peshkopi, sot edhe nesër, siç edhe e vërejmë të paraqitur grafikisht në këto momente, duhet fatkeqësisht t'ua them që do të ketë rreshtje shiu, të cilat, ç'është e drejta, janë intensive, kështu që duhet të përgatiteni së pari shpirtërisht për t'i përballuar. Temperaturat shkojnë ditën e sotme nga 9 gradë në 15 gradë Celsius ajo maksimale dhe nesër nga 10 gradë Celsius në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Peshkopisë. Kush është i Radhës, tashmë ta shohim. Jemi në Shkodër. Shkodra është e bukur edhe me shi, ashtu sikur se janë edhe gjitha qytetet e tjera të bukura edhe me shi. Megjithatë, kjo është edhe çështje shihesh pastaj. Por nëse flasim për Shkodrën sot edhe nesër, po shohim që dita do të jetë me rreshtje intensive shiu. Temperaturat sot shkojnë nga 13 gradë në orët e para të ditës në 17 gradë Celsius ajo maksimale dhe nesër nga 16 gradë. Temperatura më e ulët që regjistrohet në oraret e para të ditës në 20 gradë Celsius temperatura më e lartë. Vërejmë një përmirësim të temperaturave në Shkodër nga sot në nesër, edhe pse kushtet e motit vijojnë të mbeten të njëjta dhe rreshtjet janë po prap intensive. Zhvendosemi tashmë në Lezhë. Aty ku shohim që dita sot është me rreshtje shiu intensive, me temperatura që nisin nga 14 gradë dhe arrin maksimumi në 19 gradë Celsius dhe sa i përket ditës së nesërme, do të kemi një përmirësim të kushteve të motit, ka edhe disa kthjellime përgjatë ditës, ka po ashtu një përmirësim të temperaturave, ku sikurse edhe e shohim, do të shkojnë nga 17 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet në Lezhë. Tani më është momenti të filloj me vendet e rajonit për të parë së bashku se si do të jetë qyteti i Shkupit sot edhe nesër. Sot është një ditë gri për qytetarët që jetojnë edhe veprojnë aty, me temperatura që nisin nga 10 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumi gjatë orareve të mesditës në 17 gradë Celsius dhe
Sa i përket ditës së nesërme, do të kemi një përmirësim të temperaturave dhe po ashtu edhe kushteve të motit, megjithatë, moti do të jetë i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave. Sa i përket temperaturave, shkojnë nga 12 gradë në orët e pare të ditës, në 21 gradë Celsius ajo maksimale. Zhvendosemi tashmë në Prishtinë për ta parë së bashku se si shfaqet situata e motit në kryeqytetin e Kosovës dhe vërejmë që dita e sotme do të jetë me rreshje shiu, por ka edhe kthjellime. Temperaturat nisin me 7 gradë në orët e para të mëngjesit dhe shkojnë deri në 14 gradë Celsius dhe nesër do të kemi një përmirësim, do të largohen rreshjet e shiut, por do të vijojë moti të jetë i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave dhe temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë në orët e para të ditës në 19 gradë Celsius maksimale që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë në Milano për të parë së bashku edhe këtë qytet evropian. Shohim që sot dita është gri me temperatura që shkojnë nga 12 gradë në 17 gradë maksimale ditën e sotme. Nesër fillojnë rreshjet e shiut intensive. Temperaturat shkojnë nga 7 gradë në orët e para të mëngjesit, në 15 gradë Celsius temperatura maksimale. I radhës ku ne do të zhvendosemi është Brukseli për ta parë së bashku që ky qytet nuk na surprizon shumë në fakt gjatë ditëve të cilat vijojnë edhe janë me rreshje shiu intensive dhe kështu ndodh edhe sot edhe nesër në Bruksel. Temperaturat sot shkojnë nga 11 gradë në 15 gradë Celsius maksimale dhe nesër kemi një ulje të temperaturës minimale, pra mëngjesi do të nisi pak më i ftohtë me temperatura që nisin nga 7 gradë dhe shkojnë maksimumin në 15 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Parisit. Shohim që sot dhe nesër ka rreshje intensive shiu, sa i përket temperaturave mund të themi që dita e sotme është pak më mirë me temperatura, ndërkohë që nesër do të shënohet një rënje e tyre. Në terma konkret, 12 gradë Celsius temperatura minimale ditën e sotme dhe 17 gradë Celsius ajo maksimale dhe nesër nga 7 gradë do të nisin temperaturat në orët e para të mëngjesit dhe do të arrijnë maksimumin në 15 gradë Celsius. Nga Parisi do të kalojmë në New York, aty ku dita sot është me diell, me temperatura që nisin nga 14 gradë dhe arrin maksimumin në 19 gradë Celsius dhe nesër do të shfaqen disa vranësira dhe do të jetë një mot i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave sikurse e dallojmë. Temperaturat do të shkojnë nga 10 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius, temperatura maksimale që do të regjistrohet nesër në New York. Dhe me New Yorkun, ju e dini, ne përmbyllim kështu parashikimin e motit.